Avokati Skënder Musa është me në studio për diskutuar lidhur me vrasjet e fundit në Kosovë të cilat rëndetën vendin, pra vetëm brenda një javë në Kosovë ka ndodhur 5 persona ka vdekur nga vrasje në 3 rrethana të ndryshme, ndërkohë vetëm 3 persona ka vdekur vetëm brenda një nate në Majas të Podujevës. Për diskutuar më shumë rreth mënyrës se si jetojnë masa që duhet të merren dhe nëse paraqet alarm për sigurinë publike të gjitha këto vrasje që i pam ditët e fundit, të gjitha këto do t'i diskutojmë në studio me avokatin. Atëherë avokat, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirë se gjetëm. Faleminderit shumë. Avokat, 5 persona brenda një javë në Kosovë janë vrarë. Çka do të thotë kjo për sigurinë publike? Si sqarohet? Realisht janë shumë për një kohë ka shkurt, në 7 ditë, 5 persona është jashtëzakonisht e rëndë, s'pari shprej ngushtrime familjarëve. Për institucione shtetërore dhe për vetë shtetin dhe qytetarët e Kosovës është alarmante, sepse duhet të ngritet çështja edhe në nivele qendrore dhe në nivele lokale të ndërtohet një strategji dhe të zbulohen elementet çka i shtyn qytetarët e Kosovës që mjetin e fundit të zgjedhin vrasjen në një personi në vend që të lajmojnë institucionet shtetërore. Ka qenë shumë e rëndë vrasja edhe në Klin, madje vrasja në Majas Podujevës jashtëzakonisht e rëndë sepse humben jetën 3 persona. Dhe këto tregojnë dështimin e hallkave shtetërore, duke filluar nga niveli qendror, që janë ministrit përkatëse, të ngritja e nivelit arsimoreve dijes, Ministria e Arsimit, të çështjet e gjykimeve e drejtësisë, Ministria e Drejtësisë, të çështja e intervenimeve, Ministria e Punëve të Brendshme, policia dhe kështu me radhë deri te niveli lokal dhe bashkitë lokale. Kjo nuk mund të lidhet me traditën e shqiptarëve, sepse tradita e shqiptarëve në të kalore nuk ka qenë më vrau personat, sidomos nëse flasëm për çështje pasurore dhe vëllezërit mes veti, nuk ka qenë traditë që të vritet njeriu edhe hasme, nëse flasëm me zhargonin popullor kur ka ardhur te dera nuk është vrau, edhe kjo është një traditë e krijuar pas lufte. Edhe ndryshon tash edhe mënyra e vrasjes para lufte, përderisa para lufte edhe në për shkenca penale kur është studiuar në kriminalistikën e Jugosllavisë, vrasja në Kosovë zakonisht kanë qenë në pjesën e përparme, tash është në gjitha pjesët. Tash vrasja nuk e zgjedh ku e godet viktimen. Dhe kjo çka tregon tani? Tash tregon që në vrasjen në Kosovë nuk ndryshojnë pe formave dhe vrasjeve në vende tjera. Vrasja nuk orientohet në pjesën ballore siç ka qenë tradita e shqiptarëve, tash tregon që institucionet shtetërore do të gjejnë strategji për të penguar vrasjet e tilla, sepse në Kosovë është një fenomen që po ndodh në vende të tjera. Ndodhi para 7 ditëve apo më pak kohë vrasja në Klin dhe menjëherë vrasje 3 fesh, duke përfshirë edhe veten në Majas Podujevës. Dhe këto sikur po e tremrojnë regionin prej regionin, duke gjenë me njëherë në lap dhe pastaj shpresojmë inshallah nuk do dhe në vende tjera, mirë po janë të përsërit. Nuk mund të themi që numri i vrasjeve është zvogëluar siç pretendohet, sepse në bazë të mjeteve të informimit, vrasjet të tilla të qytetarëve që në fakt nuk do të kishin as armë, nuk ndodhin këtë formë në Serbi, nuk ndodhin në Malzi, në Maqedoni. Po këto lloj vrasjesh po ndodhin në Kosovë dhe në Shqipëri, vetëm ka është kumbi shqiptare. Dhe është elementi kyç edhe numri i madh i armëve. Po më duket kaq shumë armë. Të gjithë personat madhor edhe të mitur, sikur me pas secila shtëpi armë, secila banesë me pas armë. Kush do në Kosovë po ka armë për me kryer një vrasje. Dhe kjo çka tregon që shteti nuk po adreson këtë çështje në armëve ilegale në duar të qytetarëve të cilat ngrisin pasigurinë shoqërisë? Absolutisht jo, është një numër i madh i armëve të sekuestruara dhe shkatruara nga institucionet, mirë po numri është shumë i madh. Për shkak se ne pe shohim çdo zonk po përfundon me armë, ose plagosje, ose vrasje tentativë, ose më keq edhe vrasje morja e jetës një personi. Po, dhe avokat te kjo vrasja që ndodhi një ditë më parë në Podujevë, a do të ketë çka të hetojë me prokuroria këtu kur tashmë është edhe dorosja dhe ka vdekur dhe se keni parë intervenimin e policisë për shkak se nga informatat e policisë njësia speciale vetë se kishte shkuar aty kur është konstatuar vdekja e një personi dhe pastaj ndodhi edhe plagosja brenda shtëpisë e cila përfundoi pastaj me vdekjen e 2 persona të tjerë.
sa i përket hetimit veç nxjerrët një vendim dhe rasti mbyllet, për shkak se edhe Dorasi ka ndruar jetë, ndërka sa i përket intervenimit policisë, policia në bazë asaj që ai komunizohet për mjetet e informimit, policia ka mbry mirë, po e dëshuara në këtë rast ka qenë në mbyllur në dhomë dhe duke u kanosur non-stop që do ta vrasë edhe veten. Policia speciale, edhe nëse kishin ndërhyrë në këtë rast, nëse kishin arrit me hap derën apo diçka tjetër, nuk besoj që kishin pas mundësi me arrit për me ndalu vetvrasjen, apo sulme ndaj vetvetes, apo sulme ndaj policëve, për shkak se në këto raste zakonisht edhe negociohet, bindet personi që është armatos, që ka nosë sigurinë dhe jetën e individëve tjerë, apo jetën edhe vetë personit. Në këtë rast, njësia speciale zakonisht vetë nuk negocion, ka persona më profesional të specializuar që negociojnë lidhur me dorëzimin, lidhur me pasurinë. Me njoftimin e policisë ishte që ka pasur edhe ndërmjetësues të policisë Kosovës që në këtë rast mund të cilësohen se të tillë të cilët mund të ndërmjetësojnë apo jo për lirimin e pengjeve kur mund të ketë në raste të tilla apo se. Po ka forma edhe kur negociojnë mirë, po edhe kur i lirojnë. Zakonisht policia e Kosovës ka pas edhe suksese në raste të saktuara, pastaj kanë pas edhe institucione të tjera AKI-ja suksese me i liru pengjet apo të rëmbyerit, ne themi të rëmbyer se çështja e pengjeve është pak më ndryshe. Zakonisht Kosova ka ndodhur që ta rëmbej një person me qëllim që të shmanget ndjekjes penale ose të sigurohet në një farë forme nga ndonjë rrezik eventual. Në këtë rast, sipas gjitha gjasave, rëmbimi të mashurës ka ndodhur me qëllim që të mos lajmërohet policia dhe të siguroj, ndoshta ka tentuar të siguroj ndonjë rrugë alternative për të përgjegjësisë, edhe pse personat në momentin e vrasjes një personi tjetër do ta kuptojmë që nuk janë më normal në aspektin të logjikuar edhe të vepruarit. Edhe sidomos femrat janë pak më të ndjeshme në raste të tilla dhe veprojnë në afekt. Po, dhe këto e tregojnë raportet mjekësore, apo tani po flasim për një paragjykim për gratë? Jo, unë po flas gjithmonë duke referuar literaturës penale. Në literaturë penale, po flas literaturës penale të fakultetit, kur e kemi mësuar gjithmonë trajtimin ndaj femrave dashur të bëhet në mënyrë të veçantë, ashtu siç është edhe ndjeshmëria e tyre, dhe në shkencë parashihet që trajtohen në mënyrë të veçantë, jo me këto paragjykimet zakonshme që janë për burra që shumicën e veprimeve i marrin. Po. Dhe avokat e përmendet që shteti konsiderohet fajtor kur ka raste të tilla ose raste të shumta të vrasjeve. Megjithatë, avokat, a jemi duke dështuar edhe si shoqëri në parandalimin e vrasjeve, duke mos alarmuar kur shohim situata më kërcënuese ose situata të cilat do duhej ndoshta të lajmërojë policia, por që vetë është injoruar sepse konsiderohet si problem brenda familje, brenda mureve të asaj shtëpie apo si. Shoqëria do të jetë organizuar si forma më e lartë e organizimit të shoqërisë në aspektin juridik është shteti. Shteti ka mekanizmat e vetë. Pastaj, secili qytetar i Republikës Kosovës jemi të obliguar, në rast se shohim duke kryer një vepër penale në mënyrë të veçantë ku rrezikohet jeta e qytetarëve, do të lajmërohet policia. Mirë po, ne këtë nivel si shoqëri nuk e kemi arritur. Përderisa në shtete tjera, po flas për vendet e Bashkimit Evropian, por edhe vendet e Ballkanit, nëse shihet një person me armë, në brez, në dorë, pa marrë parasysh, a është ndarësëm, a është duke ecur në tokën e tij, lajmërohen policia me njërë. Në Kosovë, kjo traditë ende nuk ka fillu. Qytetarët do ta kryjnë punën e vetë. Normal, është mirë në gjithëve që të paraqitet në raste sidomos të mbajtjeve pa leje, por edhe të përdorimi i armës, në kupton e shtëna me armë, edhe në rast se ka ose dikush se do ta vrasë personin me armë, edhe ajo vepër do të paraqitet, për shkak se pasojat janë shumë të mëdha. Për shtetin e mira më e madhe që e mbron shteti, çdo shtet demokratik, është jeta e njeriut, pastaj vjen shëndeti dhe pasuria. Këtë rast, pse po them ka dështuar edhe shoqëria dhe shteti si organizimi më i mirë i shoqërisë, për shkak se nuk dështon qytetari, se qytetari ka zgjedhur institucione. Dështon qeveria, dështon
policia, dështon gjyqësori, prokuria, edhe në fund vjen edhe qytetarët, duke filluar edhe institucione nga nivelet komunale deri në bashki lokale. Është e pa justifikueshme që Kosova me 1.300.000 apo 500.000, 2 milion njerëz të ketë numër të vrasjeve për një javë ditë 5 viktima. Po, dhe avokat në sistemin e drejtësisë marë parasysh edhe përvojën tuaj si avokat. Si jetojnë vrasjet, si merren provat, a keni vërejtje mënyrën se si grumbullohen provat, si merren provat në teren, si ngritet një akt akus për vrasjet dhe pastaj çka tregojnë dënimet, apo vazhdojnë kemi dënime të ulta edhe për mbajtje pa leje, edhe për vrasje apo çfarë? Jo, dënimet nuk janë të ulta, dënimet janë më të larta, me thënë në region për vrasje edhe për mbajtje Paleje. Megjithatë ka pasur avokat në të kaluarën, apo jo kritika ndohet që ka pasur vetëm më gjoba kanë kaluar për mbajtje paleje? Nëse flasëm nga 2011, kur unë jam avokat, kanë qenë dënimet për mbajtje paleje 200, 300, 400, rrallë janë shqiptu dënime 800 euro. Me burg, a kemi parë ndonjëherë me burg? Ka pas me burg nëse ka qenë recidivist. Edhe tash, dënimet për mbajtje paleje, po flasë si thojnë zhargoni popullor që dhe marrë vesh, janë shumicën rastëve me të holla, mirë, po janë dënimet të larta. Dhe arjet afektim me dënimet të larta të tilla? Po, arjet e ata që ju kanë konfiskuar armë të arjet efektim, mirë, po numri madh i armë është, po thuj se në çdo familje këto. Edhe problemi është që institucionet e drejtësisë, institucionet e hetësisë nuk paraqesin shumë rrjetet që shesin armë, sepse nuk mund mbledhen armë individuale pa u stopu shitësit e tyre. Dhe nuk do të harruar faktin se Kosova është në mes Serbisë dhe Shqipërisë. Dy vendet që kanë numër të madh të armatimit. Serbia ka dhe fabrika dhe ka shumë shtesë të armëve. Është shumë e lehtë me siguru në Kosovë armë. Madje kur i pyesëm miturit, kur i pyesëm ku ke ble armë, ata thonë ku duhesh e gjanë Prishtinë armën, ose në Mitrovic, ose në Gjilan. Nuk ka pas asnjë person që ka thonë kom hiq me gjithë armë. Mrena dite, mrena ore gjojnë armë. Dhe tash, nëse... Pra, se si qytetar mund të arrijë shumë lehtë të një armë është problemi në Prishtinë, në Kosovë. Në Kosovë, në përgjithësi në gjitha komunat e Kosovës. Tash, nëse qytetarit që nuk ka asnjë njohuri për armë, arrin që ta sigurojë armën mrena dite, është befasi se është e mundshme që institucionet e hetësisë mos i zbulojnë ata shitës të armëve dhe të ketë kaq pak grupe të organizuara të akuzuar për shitjen e armëve. Ka qenë problemet një të ka pasur me vepra tjera penale, mirë po u zbuluan, për shembull rastet Brezovica, prokuria e Ferizajt, rasti Prizren i Fajreve. Gjitha, kur po ka vullnet të prokurorëve dhe mënyrë individualve, të kryprokurorëve ose të prokurorëve individual, po ka aksione që munden me lëviz në këtë drejtim. Më besoj që tash është edhe ky alarm duhet të jetë ose alarmi i fundit që të veprohet në këtë drejtim dhe të zbulohen ata që bien në mënyrë të organizuar armë të shpërndajnë të qytetarët. Po, dhe avokat përveç kësaj qasjes në lehtë në armë, pse u duhen sot familjeve kosovare armë? A duket që siguria publike është në rrezik, apo pse u duhen sot armët ilegale brenda shtëpive shtetërorëve të Kosovës? Nuk konsideroj që siguria publike është në rrezik. Se çdo rast i raportuar trajtohet nga policia. Çdo rast, madje trajtohen edhe raste që në vende tjera nuk mundin me mbry me kallëzim penal. Kosovë, pothuajse çdo rast i paraqitur nga qytetari për dhunë, për kanosje, përfundon me kallëzim penal dhe shkon në prokurori. Po, megjithatë si e shihni reagimin e policisë, sepse një inspektim i inspektoratit policor i realizuar fund vitin e kaluar, nëse nuk gaboj, thuaj që ishte mesatarja e reagimit policisë për momentin kur pranohet një thirrje është dikon 13 minuta, e që nuk dallonte me një reagim të njëjtë vitit 2022. Pra nuk ka shkuar duke u rritur reagimi policor. Tani kjo e rrit incidentën e ngjarjeve, sepse për 13 minuta dhe po shkosh brenda 5 minuta në një vend ngjarje bën dallimin, apo jo? Te reagimet e policisë ndikojnë edhe kushtet teknike, përgatitjet, pajisja me instrumente, me veshje, me mbathje, me makina dhe gjitha këto. Nuk besoj që nga viti 2022 ka pas investim njësi speciale. Dhe reagimi konform mjeteve që i kanë mosh dhe përgatitjeve të policisë ka qenë e arsyeshëm. Te rastin në fshatin Majas nuk ka ndodhur vrasja për shkak të reagimit vonuar të policisë. Se 13 minuta nuk është kohë
Reagimi vonuar, nuk ekziston një reagim të vonuar? Jo, nuk është reagim i vonuar. Mirë po, ato ka ekzistuar vendosmëria për të shëruar hesapet dhe mosmarrëveshjet që kanë ekzistuar në mes dy personave. Nuk dihen rrethonat pse është plagosur personi tjetër dhe pastaj sa i përket vetvrasjes se dihet që nuk ka dashur më përballë me gjëz, ose nuk ka mujtë me përballu humbjen e jetës personit parë ose dytit. Këto janë shkaqe që quajnë në vetvrasje. Sa i përket hetimit dhe provave, ka shumë mangësi të hetimet që bëhen lidhur për gjitha veprat, jo vetëm për provat, zakonisht ndodh që provat merren pas afatit, nuk kryen procedurat të merret urdhër retroaktiv, dhe gjitha këto krijojnë një mozaik të shkeljeve që pastaj shumë nga ata që shpallen të pafajshëm, në opinion merret që është faji i gjykatës ose faji i avokatëve dhe të tjera. Çdo provë që merret jashtë afatit është e paligjshme. Pa marrë parasysh rëndësinë e provës, apo jo? Pa marrë parasysh peshën e veprës penale. Se kur janë veprat penale më të lehta, ku dëmi është më i vogël, është diçka tjetër. Mirë po nëse provat merren në mënyrë të kundërligjshme, nuk zbatohen procedurat ligjore të vrasjet, gjykatat e drejta, gjykatat e shteteve të Bashkimit Evropian, të Shtetet Bashkuara dhe kështu me radhë, nëse prova marrë paligjshme dhe të akuzuarin për vrasje shpallin të pafajshëm. A kemi pas raste të tilla shumë shpeshta në Kosovë? Kemi raste në Kosovë, zakonisht shkalla e parë përpiqet të mbuloj të hesh, mirë po deri në Supreme aktgjykimet të tilla nuk mbijetojnë për shkak se ligji është shumë i qartë, specifikon 24 orë do të merret urdhri nga prokurori, nga gjyqtari në mënyrë retroaktive, këta harrojnë, pastaj e përzin me nenin tjetër që është 7 ditë që japet urdhri për kontrollat të rregullta. Zakonisht urdhri retroaktiv është parimi nxënje në krye të veprës penale, po e them shqip, sikur që ka qenë është rasti të vrasjet, të drogat, pothuajse të gjitha veprat, kur nxënjet kryesin në krye të veprës penale, nuk mund policia të vëndohet derisa ta marrë urdhrin e gjyqtarit procedurës parapake, por do të arrestoj individin, të kontrolloj banesat, të kontrolloj makinat dhe pastaj prokurorin për 24 orë ta marrë urdhrin retroaktiv nga ana e gjykatës. Ka shkeljet natyrave të tilla që në proces gjyqësor pastaj është detyrimisht me dështru prokurorin, mirë po këto ndodhin në gjithë botën. Çka ka lëshime të marrja provave në fillim kur ndodh vepra penale. Provat që merren në fillim brenda ore, pa ndërhy, pa i prek persona tjera, gzhojat, vrimat me fotografu, gjumt e gjakut dhe gjitha këto që merren në terren, ato nëse merren në orët e para nga ana e njësive hetuese, janë provat që është e zëshme të rrëzohen. Dhe gjitha këto duhet shkojnë përsëri me urdhër të prokurorit apo si duhet merret? Po për gjitha një urdhër merret, një urdhër retroaktiv për gjitha provat, zakonisht për provat e sekuestruara dhe për kontrollat e shtëpia dhe banesave dhe për sendet e sekuestruara duhet të ketë urdhër nga ana e gjykatës, dhe këto mlohen me një urdhër. Me një urdhër që lëshohet nga gjyqtari i procedurës parapake, mirë po ka lëshime të shumta, ka vrasje që në tërësi nuk gjendet asnjë provë në vendin e ngjarjes, arrin me hek, me evitu ata që kryejnë veprën penale ose familjarët e tyre. Pastaj ka raste kur vend se ta rrethojnë policia lokale që janë me policë zakonshëm të komunave, ata dalin jashtë kompetencave, hyjnë edhe prekun provat, unë kam pasur asnjë rast në disa komuna. Mirë po nuk mund të flas për këtë nivel në Prishtinë, se Prishtina megjithatë është kryeqendër dhe policia është shumë e organizuar se në regjionet e tjera. Prishtina është më efikase, mirë po si dish jashtë Prishtinës në komunat që kufizohet Prishtina dhe që janë kodët të regjionit Prishtinës, ekziston mundësia e dëmtimit, nuk po them shkatërimit, po dëmtimit provave. Çdo dëmtim i provës mund me bë diskutabile dhe të pabesueshme. Po, dhe avokat tani këtë gjitha këto shkelje ose këto neglizhenca që bën
ndonjëherë edhe për të qëllimshme, për të evituar, ose janë nga mungesa përvojës, apo çka tregojnë dhe kush do duhet të adreson, dhe cili institucion do duhet të adreson të këto? Provat prishen në mënyrë të qëllimshme është vepër penale. Edhe polici, edhe shtetari, kur që prek provat dhe ndryshon provat dhe faktet. Ndërkohë nga mosdijaj nuk shkon në shtëpi nga mungesa përvojës për të kryer punën si duhet, apo Mirë, absolute nuk besoj që ka polis, tash ka këta 3 që janë mirë, po nuk qiten ata në teren. Se mundesh me pasë fakultet kriminalistikës, edhe në ditën e parë që të fillojsh punës, ose mrena viti nuk mundesh me pasë aftësinë sikur polis që kanë përvojë. Kosovë policia tash kanë përvojë. Nëse preken provat nga ana e policisë dhe dëmtohen dhe zbulohet që janë ndryshu provat, atëherë është vepër penale. Ndikimit në drejtësinë të provuar që është vepër penale dhe IPK-ja, prokuria normalisht reagojnë. Po dhe qytetarë tjerë. Nuk ka asë nivellet të qytetarëve të Kosovës që nuk e din që për kryjnë vepër penale duke e dëmtu apo më shef një provë. Mirë po, shqiptarët janë primë, se ata mendojnë që për ndihmojnë dikuj, ndërka që në fakt dëmtimi i provave nuk i ndihmon as të akuzumit. Se gjithmonë lënë dyshime në proces edhe dënimi nuk mund të jetë real as për të akuzuar. Da, a bën kjo avokat që deri më tani vetëm një rast kemi më duket të burgimit të përjashëm, e cila është evidentuar, është konfirmuar nga të gjitha shkallët, është rasti Marigona Osmanit, nëse nuk gaboj, pra nuk ka vendime të tjera, është njëra kjo për arsyet për shkak të mënyrës se si nis prej fillimit hetimi dhe si përfundon pastaj me akt akuz dhe mënyra se si dërgohet në shkallët tjera apelohet. Dënimet e përjashme në Evropë shqiptohen jashtëzakonisht vështirë. Ka me lexu literaturë gjermane, austriake, angleze edhe franceze në kuptim mbrojtjes, sa i përket dënimeve të përjashme. Gjermania thekson se duhet të jetë disa persona të vrarë, që përfshin më shumë se 2, 3, 4, 5. Dhe do të jenë të masakruar, do të më shkaktu vujtje derisa të jap jetë viktima. Gjithashtu edhe Franca dhe Austria dhe pothuajse kanë të pamundur me shqiptuar edhe vende tjera dënimet të përjashme. Dhe edhe atje shqiptohen dënimet të përjashme, por gjatë rrugës deri në gjykatë supreme dhe gjykata kushtetuese, edhe në Evropë përzohen dënimet të përjashme. Dënimi që shqiptohet më kapital në Kosovë është dënimi 35 vite, dhe në fakt edhe është një lloj dënimi i përjashëm, sepse nëse dënohet një person 45 vjeçar ose 35 vjeçar me 35 vite, ai është një dënim pothuajse i përjetshëm. Nuk është çështja e shqiptimit në dënime. Në Kosovë ka shqiptime jashtëzakonisht të ashpra, përderisa një pjesë vendeve të Evropës dënimet për vrasje shqiptohen 15 vjet, 14, rrallë, shumë rrallë shqiptohet 18 dhe 20. Kosova është standard 18, 20, 25 vite që shqiptohen dënimet për vrasje. Janë dënime të larta. Mirë, po nuk po ndikojnë dënimet. Me çështje të sankcioneve penale nuk po mujnë më ndalë vrasjet. Problemi është ndikun tjetër. Problemi është të rrethit, të mentaliteti dhe këto duhet me ndërtu strategji kombëtare. Pastaj edhe të mjetet me cilat mjetet të rrezikshme që shkaktohet vrasja, se vrasja nuk shkaktohet veç me revolver, dhe pse në Kosovë shumica me revolver. Pra shumica vrasjeve në Kosovë kryer me revolver, që kryesisht janë ilegale, apo jo? Okej, pothuajse 95% vrasjeve kryer me armë ilegale. Jo legale, dhe pastaj ka raste edhe me armë ftofta me thik, me mjete tjera të përshtatshme, mirë, po shumica 90-95% kryen me armë. Me revolver, shumë pak me armë që kanë bërë nga lufta automatike. Dhe avokat, cilat janë motivet kryesore të vrasjeve në Kosovë? Qërimi e hesapeve mes grupeve kriminale, problemet brenda familjare, dhuna, vjedhjet, grabitit, apo cilat janë motivet kryesore dhe sa i vështirë pastaj është edhe për gjykatën edhe për prokurorin hetimi dhe dënimi për këto raste? Në Kosovë pothuajse nuk ekziston qërimi i hesapeve mes grupeve. Fare. Nuk ka vrasje të organizuar kriminale kështu sikur në vendet tjera. Zakonisht janë motive tulta. Motive pasërore, motive të karakterit familjar, po ka dhe vrasje që ndodhin ad hoc, që është e pabesueshme që mund ndodhë një vrasje kur njerëzit janë shok, ulen, pinë, bashk, dhe pastaj ndodhë vrasje.
ndodhë. Nuk kanë asë sharim as ata që kanë kry vrasjen. Kanë qenë shok, janë prish, janë shri me fjallë dhe vritën. Mirë po, nuk ka organizim për vrasjen Kosovë, se në literaturë penale, kur pat një organizim ose një planifikim për me kry një vrasje dhe vetë individi, e bën planifikimin 6 muaj, 3 muaj ma heret. Shqiptari jo, shqiptari delat operatëvret. Çka tregon kjo tani? Që si shoqëri kemi probleme, thella, që nisin në diku tjetër, pastaj mbarojnë diku tjetër, apo si? Terminologjia penale nuk e një gjak me konë me gjak në cetë. Na thoi me gjak fëtot kër kryet ka dale, vrasja, nuk ndjen kur farë dhimbje, shkakton dhimbje e viktimës. Mi po këve primi atë haki qytetarëve të Kosovës, në literaturë penale nuk e kom has me lexu që ka temperament ma shumë, a diçka janë të padurueshëm, thjesht padurueshëm, dhe kjo është një mentalitet që dohet me gjetë forma dhe mënyra që me hije këtë mentalitet primitiv, sepse kjo nuk është mentaliteti kanonit. Kanon nuk lejohet me vra vlavlan, kanon nuk lejohet me vra gruën burri. Dënohen shumë ashpër dënohen. Dhe me legjë mos kemi qa flasa, me legjë është ndalum me vra këndën. Shteti është ai që duhet me marë, duhet me vendosë drejtësinë në një farë forme, dënimet që bëhen, edhe pse në shoqërinë bashkëkohore nuk konsiderohet hakmarrje. Mirë po është shkaktimi i një dami që i bëhet personi dënuar për pasojën që ka shkaktuar. Te vrasja për shembull e përmend dënimet e përjetshme. Po. Është një dënim që e zëvendëson dënimin me vrasje që ka qenë në vendet komuniste. Dënimi i përjetshëm, dënimi mbi 25 vjet është dënim që zëvendëson dënimin me vdekje. Po. Dhe tash janë shqiptu me mira dënime, me qindra dënime, se jo me mira qindra dënime mbi 20 vjet. Tek ne në Kosovë, vite në Kosovë, ndërkaq vrasjet vetëm shtohen. A nuk ishtë ndoshta do duhet të ndodhte kundërta, për shkak do duhet të përcillej mesazhet te personat potencial që mund ta kryejnë këtë vepër, apo jo? Një prej elementeve të sanksionit penal përveç rehabilitimit të personit është edhe ndikimit të persona të tjerë që kanë mundësi me kryer vepra të ngjashme, është edhe shqiptimi i dënimit dhe publikimi i aktgjykimit dhe mbajtja seanca publike ku ka plot gazetarë të vrasjet, që me pa gjithë njerëzit që për këto vepra janë dënime të mëdha. Mirë po prapë nuk po ndikon kjo. Këto është problemi që duhet me vepru institucionet. Ne avokat kemi parë edhe recidivist, apo jo tani? Kjo tregon që shteti drejt për drejt po dështon edhe në rehabilitimin e atij personi, sepse po sjell recidivist. Te vrasjet nuk ka mundësi me pas recidivist. Jo, po personat cilët kanë të kaluar kriminali dhe pastaj mund të përfundojnë edhe me një vrasje. Dhe kjo është çësuese, apo jo? Nëse janë të padënuar, se ka pas shumë raste, kam dëgjuar që ka pas shumë raste që kanë qenë recidiviste dhe asnjëherë nuk janë bërë dënimet e plotfuqishme ose nuk ka shku personi në nevojë të dënimit. Tash numri atyre është më i vogël, atyre persona mirë po ka në regionet ndryshme që i ka 5-16 vepra, po 3-4 vepra dhe nuk ka shku në vujtje dhe ai mund të vjen deri edhe te vrasja. Zakonisht në drejtësi miren veprat të ngjashme kur kryejnë, për shembull lëndëm trupor, me armë, pastaj shkon deri te vrasja, se shkon veprat e natyrave të njëjta, që kanë veprat e kapitullit që janë kundër trupit, jetës dhe shëndetit të njerëzit. Këto janë veprat të ngjashme dhe fatkeqësisht në Kosovë këto janë veprat që ndodhin më së shpeshti. Dhe këto do të ndërtohet një strategji. Është e institucioneve shtetërore. Nuk ka më organizim vullnetar, sepse kapitalizëm kërkush nuk punon vullnetarisht. Mirë po kur bëhet përzgjedhja e barzëve të institucioneve, nuk duhet me vendos personi pse është i besueshëm për liderin, po duhet gjenden të pavarur, përkrahen, të punojnë, sepse më mirë është një person i atë profesionalisht, i guximshëm me vepru, se sa një person i besueshëm për partisë, po thonë veç për këto që në qeveri, po për gjitha partitë politike, dhe i ndëgjueshëm ndaj liderit dhe servil. Sepse këta persona nuk ndërmarrin asnjë veprim. Konsideroni që aktualisht kemi zyrtarë brenda institucioneve që nuk janë kompetent për punën e tyre dhe andaj po dështon një zinxhir i tillë i gjitha këto hallka? Në mënyrë absolute po, dhe për fatkeq kjo po përfundon me marrje jetës njerëzve. Kemi
zyrtarë që nuk e kryjnë punën e vetë si duhet, kemi njerëz që mbrohen vetëm se janë antarë të partisë, me thonë me atë termin ma tranë, servil, dhe të ndëgjueshëm ndaj e prorëve. Ndërkash, në çështje të drejtësisë nuk vyjnë këta njerëz, po vyjnë njerëz profesional, të pavarur dhe të guximshëm me marrë veprime. Deri tash, sa i përket prokurorisë, departamenteve të policisë, po flasë që janë departamentet e krimeve të rana, kundër drogave, vrasjeve, krimit organizuar, kanë funksionu një zëngjirë më i fortë, i pasthyeshëm. Mirë po, kur nuk ka veprim nga niveli qendror, se këtu shkojnë nga niveli qendror të hetimet. Po, zbatimi politik afshënis nga niveli qendror dhe mbikëqyrja, apo jo? Po, në mbikëqyrje, subordinimi, thojnë, prej naltit poshtë, të hetimet, atëherë dështimi sjell pasoja. Pasoja në dështim të hetimet është vrasja, lëndimet trupore, humbje të ndryshme, pasoja të ndryshme për qytetarët. Por pasoja më e madhe është humbja e jetës njeriut. Atëherë avokat, faleminderit që ishit sot me ne. Faleminderit shumë. Dhe në vazhdim është bloku i lajmeve ndërkombëtare. 2 pilot kanë